kemi punu me bujqësi sepse nuk kemi pas do të ardhura të tjera dhe është dosht me u marrë me punën e bujqësisë, cilën edhe e kemi dashur sepse ka qenë i vetmi burim i familjes sonë. Unë si fëmijë do thot kam qenë një si të gjithë të tjerët, ne si familje rrjedhim do thot nga Drenica, po të parë tanë kanë vendosur, do thot prindim ka vendosur që me u zhvendos shkaku i rrethana kushteve në Slatin të Madhe, do thot unë jam lind edhe jam rrit në Slatin, bashkë me vëllezër e motra, pothuajse të gjithë jemi rritur në Slatin. Në atë kohën e para luftës, si të gjithë shqiptarë, do thot kemi qenë prindi ka qenë i pa punë, edhe jemi marrë si familje me bujqësi deri në kohën do thot jemi shkollu si fëmijë, si vëllezër, si motra, edhe kemi punu me bujqësi sepse nuk kemi pas do thot ardhura të tjera dhe është dosht me u marrë me punën e bujqësisë, cilën edhe e kemi dashur sepse ka qenë i vetmi burim i familjes sonë, edhe do thot në kohën madhore kur ka ardhur momenti edhe jemi rrit, do thot jemi kon 20 vetës, në atë kohë filluan do thot ato ngjarjet në Kosovë, ato aksionet e celulave të para, ato shtrirësimtare të Kosovës që ndërmerreshin ndër forcat serbe, do thot policisë së Serbisë në Drenase, në vendet e tjera në gjithë Kosovën, edhe momenti i ngjarjeve që ndodhen në Likoshan edhe në Qerez, pastaj 5-6-7 marsi në Prekaz dhe filloi do thot dalja e ushtrisë shqiptare të Kosovës